SPAK po zgjedh drejtuesin e tij me vota të komprometuara, dhe në këtë proces integriteti ka vdekur më parë se drejtuesi i lij të zgjidhet. Dokumentet e siguruara nga pamfleti zbulojnë një skem të pastër konflikti interesi dhe korrupsioni institucional në prag të zgjedhjes së drejtuesit të ri të SPAK-ut. Në propaskenën e garës për drejtuesin e SPAK-ut, po zhvillohet një betejë e heshtur që ka lidhje jo me drejtësinë, por me pazaret për vota brenda Këshillit të Lartë të Prokurorisë KNP. Sipas burimeve të siguruara nga pamfleti, Altin Dumani, në ikje nga drejtimi i SPAK-ut dhe Klodian Brao, prokurori që kërkon ta pasojë në krye, kanë futur në thes një votë të sigurt, atë të antarit të KLP-s, Zeqir Hoda. Vota është blerë me 2 shpërblime të parapërgatitura, të cilat zbulojnë nivelin e kapjes së institucioneve të drejtësisë nga vetë njerëzit që duhet t'i pastronin. Shpërblimi i parë: rikthimi i mikut të Zeqir Hodës në sistem. Përmes ndikimit të Altin Dumanit në procesin e vettingut dhe vendimit të firmosur nga Klodian Braho, është rikthyer në sistem prokurori ylli Pjetër Nikaj, një nga miqt më të afërt të Zeqir Hodës. Pjetër Nikaj ishte shkarkuar nga vettingu i shkallës së parë për pasuri të paligjshme, fshehje të tyre dhe favorizime të subjekteve nën hetim, por me vendim të shkallës së dytë, të ndikuar nga Dumani dhe Braho, ai u rikthye në detyrë, duke u konsideruar i pastër. Ky vendim është shkelja e hapur e ligjit të vettingut që ndalon rikthimin e subjekteve të shkarkuara për shkelje të pasurisë dhe integritetit. Shpërblimi i dytë: punësimi i djalit të Hodës në BKH. Në konkursin e zhvilluar nga SPAK për rekrutimin e hetuesve të rinj në Byron Kombëtare të Hetimit BKH, të drejtuar personalisht nga Klodian Brao, është prezgjedhur për punësim Ditmir Hoda, djali i Zeqir Hodës. Sipas burimeve brenda BKH-s, konkursi ka qenë formal, me rezultate të manipuluara për t'i hapur rrugë punësimit të tij, duke i siguruar antarit të KLP-s shpërblimin më të prekshëm, një vend pune për djalin në institucionin që kontrollohet nga SPAK-u. Reagimet dhe mbulimi institucional. Këto 2 veprime, rikthimi i Pjetër Nikaj dhe punësimi i Hodës, janë bërë përpara votimit për drejtuesin e ri të SPAK-ut, ku Zeqir Hoda është një nga antarët që do të vendos fatin e 4 kandidatëve. Pas publikimit të këtyre fakteve nga pamfleti, Dumani dhe Braho nuk i mohuan qokat, por reaguan në heshtje, ndërsa Zeqir Hoda u tërhoq përkohësisht nga votimi me pretendimin e një konflikti interesi të vetvlerësuar. Kryetaria e KLP-s, Mirela Bogdani, deklaroi se do të zhvillohej një mbledhje posaçme për këtë rast, por në praktik asgjë nuk ndodhi. Në vend të hetimit, çështja u mbyll politikisht. Bogdani e cilsoi atë të rregullt dhe të ligjshëm skenarin e Dumanit, duke lejuar Zeqir Hodën të votojë për kandidatët, përfshirë edhe vetë Klodian Brahon. Për të mbuluar konfliktin, Dumani i skenoi dorëheqjen e Klodian Braos nga faza përfundimtare e konkursit për hetuesit e rinj të BKH-s, me qëllim që të justifikohej se nuk ka përfshirje të tij në përzgjedhjen e djalit të Hodës. Në fakt, dorëheqja ishte thjesht truk procedural, që se ndryshon faktin se vendimi për përzgjedhjen e Ditmir Hodës ishte nënshkruar gjatë drejtimit të Brahos. Konflikti i interesit që po mbulohet. Sipas ligjit, për të shmangur gjë dyshim, KLP duhet përjashtonte Zeqir Hodën nga votimi për drejtuesin e SPAK-ut dhe do ta kishte kërkuar hetim disiplinar ndaj tij për konflikt interesi. Nëse vërtet kërkohet shuarja e konfliktit, duhen zhbërë 2 favoret: përjashtimi i djalit Hodës nga gara për hetues në BKH, anulimi i rikthimit në sistem të prokurorit ylli Pjetër Nikaj dhe riçelja e procesit të vettingut të tij. Por asnjë nga këto nuk ka ndodhur. Në vend të kësaj, 2 qokat familjare janë kthyer në çmim për një vot, atë që mund vendos kush do të drejtojë organin më të rëndësishëm të drejtësisë shqiptare. Në fund, rasti Dumani Braho Hoda është fotografia më e qartë e asaj që ndodh brenda reformës. Një rrjet pazari ku drejtësia blihet me punësime, vendime dhe shërbime personale. SPAK po zgjedh drejtuesin e tij me vota të komprometuara, dhe në këtë proces, integriteti ka vdekur më parë se drejtuesi i ri të zgjidhet.